Kena me përgatit një salat me pasta që janë në formë flutre. Këto pasta kanë muzi normalisht, sikur se bëhen zakonisht pastat në vaj, ujë dhe pak krip. Dhe më pas kemi me shtu prosciutto thot, ullin kalamate, ara, avokado, domatina, qep të gjelbërt, majdanoz dhe një tranguj. Zdi që kam ju thonë për besë, vish merë në bëne. Edhe, pse ju, që e kam deti edhe na, të ebri farëndjesie si jemi na i fshat atje në Greqi, të mirë, ofër detit, edhe tu ka servu një salat, edhe ke bo vetë, nëse ke marrë na i villa aty, ke bo vetë dhe ke marrë me vete. Pasta të zjen, sidomos për salat, ju më shumë se 10 minuta, që do t'jemi vigilant, sepse bëhen në gjitën e zetin. Po vazhdoj me një avokado, edhe pse kemi marrë një avokado shumë të re dhe jo shumë të pjekur. Duhet me pre mekanikisht në formë, sikur se i prem edhe. Unë nuk pëja qes 2 avokadot. Qa po thoni, a me aqit 2 avokadot a jo? Regjia? Një lutem? Po vazhdojmë edhe me qepën e kuqe. Van krejt këtë korniz të bukur, perimesh, e cila gradualisht po shkon duke u bërë një salat jashtëzakonshme, e bën me një karaktera, se edhe ushqimet e kanë karakterin e vetë, qepa, arat, vetëm i ndani në gjysmë. Kështu. Keni me përgatit, dita është zgjatë shumë dhe zakonisht ne pas diteve vetëm shohim, masit jo ama drekën darkën, vetëm shohim se që ka me konsumu shtesë. Për që kjo recetë është, kur përëndon djeli, bëhet vlad, e boni shpejt, pa humbë kohë. Ose 2 përbërës, që janë shumë diametralisht të kundërt me zveti, edhe në shije, po që kombinimi tyre është fantastik. Okej, që qështu. Të marim edhe një lukë tjetër dhe të shohim apo mundemi mi përzi. Po mundemi me shti edhe durt. Ti kisha pas dorzat. Mirë është. Po besoj po e shini, unë po drona që sasia është shumë, ndërsa kripa nuk është mjaftu shumë, po të shojmë. Sa bukur po duket.